Më besoni që nuk keni provuar recetë më të shijshme të byrekut deri më tani. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet një pako me petë të gatshme, na duhet gjizë, 250 ml qumësh, krip, 150 ml vaj, 3 kokra vezë, fara susami edhe ujë i gazuar. Në një tas do hedhim përveç një të verdhë vezë, do hedhim 2 vezë edhe 3 të bardha. Pasi e verdha e vezës na duhet për në fund. Dhe do t'i shtojmë qumshtin. Do shtojmë pak krip. Pasi është përzier mirë veza me qumshtin, do shtojmë edhe vaj. Pasi e kemi përgatitur, do ta lëmë më njanë. Kam marrë tavën ku do pjekim në byrekun, kam hedhur pak vaj. Pasi e kemi hapur, do vendosim njërën nga petët. Vendosim në këtë lloj mënyre. Dhe të hedhim nga masa e përgatitur. Dhe e përhapim me furç. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me petët e tjera. Po për petët e tjera, në mënyrë që mos të na dalin, duke qenë se e para nuk ka problem, se do e kthejmë më pas. Petët e tjera do t'i bëjmë në këtë lloj mënyre. Vazhdojmë të njëjtën procedurë. Pasi kemi vendosur disa petë, do hapim një shtresë me gjizë. Gjiza nuk ka nevojë t'i hedhim asnjë gjë. Tash më ka ardhur momenti që unë t'i përthyej këto anët, që mos të më bezdisin për vazhdimin e recetës. Do t'i lyej pak më, që mos të na mbeten të thata. Dhe vazhdojmë të njëjtën procedurë. Unë do t'i vendos shtresën e dytë të gjizës. Gjithmonë duke u munduar të mbush sa më mirë pjesët anësore. Vazhdojmë edhe me petët e mbetura. Petët janë 450 gram. Dhe vendosim edhe petën e fundit. Kemë edhe pjesën e mbetur të lëngut. E përhapim mirë veçanërisht nga anët. Dhe e lëmë në këtë mënyrë për 2 minuta. Pasi e kemi lëmë për 2 minuta, ne do bëjmë prerjen e byrekut. Në këtë lloj mënyre. Më është momenti që të hedhim ujin me gaz. Kjo i bën petët që t'jenë më të shkrifta dhe më të buta. Verdhën e vezës do e lyejmë sipër. E fundit që do bëjmë janë farat e susamit. Ju kam thënë nëse ju ndodhen, nëse nuk ju ndodhen, mund të vini në siklet, po unë i preferoj shumë. Tashmë byrekun e kemi gati, do ta pjekim në një temperaturë prej 200 gradë për rreth 20-25 minuta. Ja, dhe byrekun tonë e kemi gati. Siç mund ta shikoni, është pjekur ashtu siç duhet. Është ende shumë i nxehtë. Do ta lëm të ftohet pak edhe më pas do ta servirim edhe do ta